që besa më ne se as 5 orë nuk mëj me bo koalicion me LDK-n. Do më thënë është i njëjti person, kujt i besojmë, cilit Kurti mi besu. Kurtit që thot 5 orë nuk nëse e bëjmë marrëveshjen edhe 5 orë nuk zgjat, apo Kurtit që thot këtë që e përmendët jo. Pikërisht për shkak krejt kësaj skene, me qenë se s'pëdu me u përsërit në krejt edhe në relacion ndërkombëtar, edhe në relacion vendor, edhe me çështjet ekonomike, edhe me skandalet cilat i ka bërë qeveria Kurti, një pas një, në bujqësi, në kulturë, në infrastrukturë, në tregti, në kek, gjitha këto skandale ne nuk mund të jemi bashkë me këtë mendësi politike të zotit Kurti. Unë kujtoj që pikërisht për këtë arsye, si Lidhja Demokratike e Kosovës, ne kemi qenë të qartë edhe kemi thënë, hajde ta bëjmë një qeveri të përbashkët. Një qeveri të përbashkët, jo me mendësinë që thot zoti Kurti, por liderët politik mos t'jenë pjesë e kësaj qeverisë. Pra as Albin Kurti, as Lumir Abdigjiku, as Memli Krasniqi, por të udhëhiqet nga ekspertët. Kjo qeveri e cila do të miratonte buxhetin, do të shlironte shumë organizata buxhetore dhe shumë organizata në vend cilat janë bloku, do të zgjidhte problemin e presidentit, sepse pas 4 muaj ne vim te problemi i presidentit të Republikës, do të krijojë një relacion më i mirë me shtetet mike. Sot ne nuk i kemi relacionet e mira as me Shtetet e Bashkuara, as me vendet evropiane, as një udhëhec evropian nuk e viziton zotin Kurti në zyrën e qeverisë Kosovës, dhe kjo është mesazh i qartë që kjo qeveri nuk ka mandat. Tash, nëse krejt kjo situatë është bo, qeveria e përbashkët do t'i kalonte disa probleme dhe normalisht që skena politike do të shqetësoj. Pra, me këtë shqetësit skenës politike, pas 8 muaj apo 1 vjet do të prodhonim zgjedhje të reja dhe normalisht që pastaj situata është tjetër situatë politike. Pra, ne nuk mund të shkojmë me një kryeministër të tillë në këtë rrugë, sepse kjo rrugë nuk na çon askund dhe normalisht që nuk mund të jemi pjesë a është më lehtë si Lidhje Demokratike sot të bëjmë marrëveshje, të rehabilitohemi me pozicione politike, të marrim presidentin, kuvendin, qeverinë, secili e don marrëveshjen politike, po me logjikën të cilën e ndjek zoti Kurti, ne nuk mund të jemi bashkëudhëtar në këtë drejtim me ta. Ju e keni vetëm me zotrin Kurti apo me lëvizjen vetvendosje? Sepse edhe në konferencë zotri Kurti tha që mendoja që e kanë vetëm me mua, por në fakt e kanë me gjithë lëvizjen vetvendosje, duke marrë shkas edhe koalicionin i cili ndodhi në Vushtret. Shiqani, unë kujtoj që në zotit Kurti këtë pjesën e demagogjisë e ka jashtëzakonisht theksume. Unë po them këtu që qeveria e përbashkët të bëj prej 3 partive politike. Ne normalisht që ka shumë kolegë cilët janë jashtëzakonisht respektuar nga lëvizja vetvendosje. Unë po flas për mendësinë politike që e karakterizon zotin Kurti dhe pjesën e brendshme që udhëheq lëvizjen vetvendosje. Pra në këtë filozofi po them që me ta, në këtë logjik që ata të marrin udhëheqjen e qeverisë në krye me Albin Kurti, ne nuk mund të jemi pjesë e një karvani të tillë për shumë arsye të cilat i përmenda. Zoti Xhaferi, në momentin që po flasim, jemi në këtë situatë, që jemi tek ajo që ka dështuar formimi i qeverisë dhe që presidenti Vjosa Osmani duhet të mandatojë një kandidat tjetër, po themi. Nëse lëvizja vetvendosje propozon një emër tjetër përpos Albin Kurtit, edhe pse nga ajo që e pa shëmbërëm deputetët të lëvizjes vetvendosje thanë se nuk kanë kandidat tjetër përveç Albin Kurtit, ju do e votonit? Shiqani, se ka pasur edhe në të kaluarën kur nuk kishte ndodhur ende konstituimi kuvendit që jam thënë disa emra cilët janë më të pranueshëm. Shiqani, në skenën politike unë kujtoj që do duhet të ketë marrëveshje politike. Marrëveshjet politike nuk vim ne në kuvend, edhe performon një qeveri, domethënë zotit Kurti m'ia dhon edhe mundësinë me emëru edhe emrat e partive të tjera politike, pa asnjë marrëveshje politike. Unë kujtoj që këto dojnë kokë të pjekur politike. Kjo kokë e pjekur politike nuk është në lëvizjen vetvendosje dhe pikërisht ky është problemi politik në të cilin jemi. Kjo kokë neve na ka shti në sanksione të mëdha ndërkombëtare, thash asnjë nuk ju përshtat, as administrata Biden, as administrata Trump, as 4 kryeministra shqiptari kemi pas në këtë vend, as njëri nuk ju përshtat zotit Kurti. Dhe me këtë logjik, unë kujtoj që njeriu duhet të dalë përballë dhe të shiqoj vetveten, edhe të shiqoj ecjen e vet. Domethënë në këtë kuptim nuk ka asnjë logjik ecja përbashkët në këtë drejtim, dhe pikërisht për këtë arsye kemi thënë që bashk
të zgjedhim një qeveri të përbashkët, por unë kujtoj që kjo tani më është vonë, sepse jemi në një karvan i cili shkon në proces të rizgjedhor, por procesi i rizgjedhor unë kujtoj që do të prodhoj një situatë të re politike, edhe besoj që do të krijon numrat për krijimin e qeverisë. Pra dhe ju si LDK nuk keni emër për mandatar të ri, ashtu siç tha edhe PDK. Absolutisht. Prej fillimit